Ritmi i rreshjeve të dëborës shkaktoi bllokime dhe probleme me qarkullimin në disa akse rrugore përgjatë të mërkurës. Këto pamje tregojnë stuhinë e dëborës që përfshiu disa zona në Korçë. Një makinë përfundoi në kanal, fatmirësisht pa pasoja. Në fshatin turistik të Dardhës, trashësia e dëborës arriti deri në 50 cm dhe përpasoi në rrugë pati vështirësi, pavarësisht ndërhyrjes së borpastrueseve. Zinxhirët ishin të domosdoshëm. Akset nacionale janë të kalueshme pa probleme, ndërsa në akse drejt fshatrave turistike, drejtuesit e mjeteve duhet të përdorin goma dimërore. Ndërkohë në qaftan lëvizja e kamionëve drejt Maqedonisë së Veriut u bllokua për disa orë deri në pastrimin e rrugës në anën tjetër të kufirit. Dëbora u rikthye edhe në periferinë e Tiranës me rreshje në zonat Dajt-Qafprisk-Qafmoll. Në Veri dhe Verilindje, vështirësi pati kryesisht në rrugët rurale, por edhe në disa akse kombëtare. ARSH bën me dije se firmat e kontraktuara kanë marrë masa për pastrimin e rrugëve dhe hedhjen e kripës, ndërsa situata po ndiqet në vazhdimsi. Në qarkun e Shkodrës po punohet për hapjen e akseve Buktheth dhe Tamar-Vermosh. Policia rrugore njofton se ka shtuar forcat në terren për menaxhimin e çdo situate dhe u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, të respektojnë sinjalistikën rrugore, të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve. Rreshjet dhe era e fortë kanë ndikuar gjithashtu edhe në furnizimin me energji nga jugu në Veri, kryesisht për shkak të dëmtimit të rrjetit shpërndarës në zonat malore.